Area 51, zona 51. Më kanë shkruar shumë, por unë sot do t'ju tregoj disa pika të rëndësishme që ja vlen për t'i diskutuar së bashku, sepse nga këtu do kuptojmë të vërtetat që fshihen pas këtij argumenti, sepse është një argument i pafund, mund të flitet për muaj të tërë, ndoshta për vite të tëra. Por thash do t'ju tregoj vetëm disa pika të rëndësishme që jam i bindur që do t'ju bëj që të kuptoni se në çfarë situate gjendemi. Pikë së pari, kush nuk e ka bërë ende, le t'i bëj like faqes që të shihemi sërish dhe ju falenderit të gjithë juve që komentojmë për herë bashkë. Në vitin 1997, një zotëri mori në telefon një kanal radioje dhe ishte një program i famshëm në atë kohë, quhej Coast to Coast. Pastaj më vonë u bë një radio që flitej pikërisht për mistere dhe enigma, por kryesisht për fenomene paranormale. Dhe zotëria në këtë telefonat, thash janë disa pika që po ju tregoj. Zotëria në këtë telefonat tregonte që ishte një shkencëtar i cili ishte larguar nga zona 51 një javë përpara asaj telefonate dhe nuk donte që t'ishte pjesë. Ai fillimisht tha që ishte për probleme shëndetësore, por e vërteta ishte që ai nuk donte që të merrte pjesë. Çudia e kësaj telefonate është që ai tepër i friksuar, thot që unë kam punuar në Area 51 dhe aty bën eksperimente. Eksperimente, thot, sepse kanë filluar eksperimentet që më përpara, por vazhdoj që të bëhet eksperimente, dhe në një nga eksperimentet që është bërë, janë shfaqur ose janë vënë në kontakt disa entitete dimensionale, thot ai. Dhe nuk janë vetëm këtu, thot, nuk janë vetëm në stacionin, në këtë Area 51, por gjenden, thot, në çdo vend të botës, pra aty ku ka rëndësi, shkencë, fizik, apo çdo gjë e rëndësishme, këta dimensional, pra entitete dimensionale, janë vënë në kontakt. Dhe jo vetëm kontrollojnë njerëzimin, por ata, thot, përveç se do i dominojnë, thot, do mbajnë një pjesë të njerëzve, sepse duan që të shfarosin dal nga dal një pjesë njerëzish. Duan t'i shfarosin dal nga dal një pjesë njerëzish. Më kuptoni mirë. Tani, le të themi që këto janë teori konspirative, por dhe njeriu mes njëri tjetrit po vret njëri tjetrin, por çuditërisht duke filluar që nga vitet 90 e këtej kanë dalë një pafundësi probleme shëndetësore të njerëzve që dal nga dal po e redukton popullsinë. Bile do t'ju them, një pjesë e njerëzve që janë edhe të rinj nuk arrin dot që të bëjnë fëmijë, sepse nëse nuk i bëjnë fëmijët brenda moshës 30 vjeçare, më vonë është pothuajse e pamundur, janë të rrallë ata që bëjnë. Dhe ky është një fakt. Pra, mos ndoshta ajo telefonat kishte të drejtë për këtë, një kjo. Tjetra, Bob Lazar, që është akoma, sepse është ende gjallë, duhet tjetër edhe 66 vjeç, mos gaboj 65. Bob Lazar është një fizikant dhe e kanë dërmuar publikisht duke i bërë kritika të ndryshme që ai nuk është fizikant, nuk është shkencëtar etj. Ai ka dëshmuar pikërisht rreth atyre viteve, pra në pas viteve 90, që ai ka marrë pjesë në disa eksperimente në Area 51. Dhe sipas tij nuk është vetëm Area 51. Ai thot që unë do ju tregoj vetëm për këtë, thot, por ka, thot, në çdo qeveri të madhe, thot, që janë në kontakt, thot, me forma të tjera jete. Dhe unë kam parë, thot, jo vetëm objekte, pra të një dimensioni tjetër dhe të një civilizimi tjetër, por edhe entitete të një civilizimi tjetër. Dhe një pjesë prej këtyre janë me fjalë, disa trupa që i mbajnë aty që nuk janë të gjallë, bile im thuhet që njëri nga këta që shpëtoi iku, por bëhet fjalë për vitin 1947 në incidentin e madh Roswell, ajo që mbahet mend akoma sot, dhe thuhet që njëri, me fjalë, 2 trupa i kanë mbajtur dhe i bëjnë teste, bëjnë eksperimente dhe të shohin se çfarë ka në gjenetikën e tyre. Dua të nënvizoj për këtë rast që ka patur me qindra, sepse duhet të dini që
në atë kohë televizionet funksiononin dhe nuk ishin si sot që ishin të pilotuara, por se cili televizion kishte drejtorinë e tij dhe kishte një staf të tij, kështu që vendosnin vetë. Dhe në atë kohë kur ka ndodhur ky problem, pra që thuhesh që u bë një incident në Roswell dhe që një objekt UFO u përplas, disa njerëz që i morën në pyetje, që ishin mbi 100 veta, i morën në pyetje, kishte mbi 100 dëshmimtar që tregonin që jo vetëm pan objektin, por pan edhe një qenie që të dilte nga objekti. Dhe pikërisht nga këto të dhëna, mendohet që është bërë edhe filmi Independence Day, që ose keni parë tek filmin i famshëm hollywoodian, pas viteve 90. Dhe është marrë shkak nga ky eveniment. Pra, përveç se dëshmive të njerëzve, sepse mbi 100 ishin dhe ka patur disa filmime deri para pak kohësh të këtyre, tani s'kam nga këto filmime, i kam fshirë, dhe ky është një pjesë tjetër, një argument tjetër. Tani, për sa i përket Area 51, ka me qindra, mijëra, miliona njerëz që flasin për këtë, pra për Area 51. E zëm sikur nuk është e vërtet, por unë do t'ju tregoj diçka. Duke filluar që, sepse çfarë pretendohet për këtë? Pretendohet që duke filluar nga kontakti që kanë pasur njerëzit, pra që kanë filluar të kenë njerëzit e viteve, sepse mendohet që ishte ish presidenti, me fjalë ajo flitet publikisht, por thuhet që janë në kontakt të gjithë qeveritë e botës, por ajo që mendohet që, sepse ka thënë publikisht dikush, një funksionar ose qeveritar amerikan, thuhet që Eisenhower ka takuar drejt për drejt një delegacion të këtyre specieve ose entiteteve. Dhe bet fjalë pas luftës, pas viteve 45-50 e tjerë. Dhe mendohet që ata në shkëmbim i kishin thënë edhe presidentit që ne në shkëmbim ju kemi dhënë teknologjinë dhe do vazhdojmë të ju japim teknologjinë në qoftë se do bijem dakord. Sepse ishte dakord, me fjalë dakordësia ishte jo vetëm për planetin, pra për ta mbajtur nën kontroll, sepse ata jetojnë jo vetëm këtu, por në forma të tjera, pra jo vetëm në këtë botë, jo vetëm në këtë dimension, por edhe në botë të tjera dhe në dimensione të tjera. Dhe u nevojitet jo vetëm bota, pra planeti, por për arsyet e tyre, nuk e dim këtë. Unë dua të jem thjesht i qartë, pastaj ka teori sa doni, por duam edhe një pjesë të njerëzve, me pak fjalë, të paktën kështu flitet që është rënë dakord. Dhe pasi ata ranë dakord, u vendosën që të jepnin teknologjinë dhe dolën mikrochipet e para, dolën telefonat e parë, dolën çdo gjë që ne përdorim sot. Pra teknologjia, zhvillimi dhe çdo gjë që u bë, sipas gjasave të miliona e miliona njerëzve, u bë pikërisht nga këto specie. Por unë do t'i them dhe diçka tjetër. Në vitet 1800, para viteve 1800, s'kishte asgjë. Dhe çuditërisht pas viteve 1800 e ca, filloi çdo gjë. Pra ne jetuam në një skëterë totale deri në vitet 1800 dhe pas viteve 1800 filloi treni me avull, avioni në vitin 1900, pastaj televizori pas viteve 60-70, pastaj kompjuteri filloi nga viti 50-60, por kompjuterat që ne përdorim filluan nga vitet 80-90 dhe sot celularët që filluan nga viti 90 e këtej, dhe ne gjithë ky zhvillim pra u bë duke filluar që nga viti 1800. Dhe më thoni ju tani, nëse këto të vërteta, sepse këto janë të vërteta, mund të lidhen pikërisht pra me atë ide ose me atë konspiracion që mendohet që alienët janë në kontakt me njerëzit ose me qeverit. Dhe në qoftë se në këtë Area 51 mund të ketë lidhje ose kontakte me forma të tjera jete, ju si mendoni? Do shkojnë dhe t'ja u thonë njerëzve? Absolutisht jo. Por do t'i surprizoj, sepse nuk ka pak, para 2 viteve, që shteti Amerikan u detyrua që të tregonte publikisht që Area 51 është bërë edhe për kontakte me forma të tjera jete. Pra eksperimente të kontakteve me të forma të tjera jete. Po e përsëris edhe njerë. Nuk është gjë e vogël kjo është gjë e madhe. Pra kanë vërtetuar, pra e kanë pranuar që në këtë vend, pra në Area 51, që deri në vitin, sepse kjo duhet nënvizuar, deri në vitin 2020, le temi kështu,
thoshin këto janë palavra, janë budallëqe, pra gjithë kohën fritej kështu, dhe thuhet që janë palavra, nuk është e vërtet, e tjerë e tjerë. Si është e mundur që pastaj thonë, me fjalë kanë dëshmuar e deklaruar që bëhen edhe teste ose eksperimente për të vërtetuar jetën jashtëtoksore. Pra, në qoftë se dikush nga ju do thotë, po mirë, ç'është lidhje ka, po pastaj e thonë, po ndodh në gjithë botën. Po, por deri dje ti nuk e pranoje dhe e pranon ke sot. Pse? Pse nuk thoshe deri dje? Dikush do thotë, po mirë, është një sekret kështu ushtarak, s'ka lidhje fare. Sepse ti në qoftë se deri dje e mohoje dhe sot e pohon, do të thotë që ka diçka aty brenda, apo jo. Kështu që për të gjitha këto të vërteta, shumë njerëz, edhe unë në këtë rast, ufolog, janë të bindur që në Area 51 ka diçka që nuk thuhet, pra diçka sekrete, dhe në këtë rast mendoj që mund të ketë diçka, me fjalë dhe ndonjë trup të huaj, ose në një objekt të huaj që po ekzaminohet. Tani, tjetra është që edhe sikur tjetë kështu, në qoftë se gjithë planeti, sepse gjithë qeveritë si shton që janë të manipuluar nga këta entitete dimensionale, atëre do të thotë që nuk drejtohen nga njerëzit, sepse në qoftë se janë më të fortë, më të zgjuar dhe më përpara në teknologji, atëre do të thotë që nuk drejtohet nga njerëzit. Në fakt, ajo telefonata që tha ai miku që mori në telefon radion coast to coast, unë besoj që jo vetëm kishte të drejtë sepse e hodhën poshtë si një falso, por duhet të dini që gjatë telefonatës ai nuk merrte dot frym dhe në fund fare u shkëput linja dhe ai drejtori i radios që e coast to coast, që është një me mustaqe, se nuk jam mbajmë në emrin, ai e tha publikisht më vonë që u ndërprek komplet linja e radios, jo e atij telefonit, po e radios totalisht. Dhe kështu që askush nuk di se përse ndodhi një gjë e tillë. Kjo më bën të kuptoj që ndoshta një teknologji më e avancuar se ne, ose ata që na falën teknologjinë, pra pikërisht telefonat, mund të bëjnë ç'të duan dhe nga momenti që kapën zërin e shkëputën në atë kohë. Megjithatë, sot ne kemi arritur në teknologji jashtëzakonisht të madhe dhe me këtë teknologji ata besoj që i arritën qëllimit, nëse me të vërtetë ekzistojnë, sepse me anë të kësaj teknologjie mund të arrijnë kudo dhe të bëjnë çfarë të duan. Unë pres tani komentet tuaja, çfarë mendimi keni për të gjitha këto që ju thash? Kalofshi një diell të këndshme, ju përqafoj.